Alo, përshëndetje, mi mbroma mirë se na erdhe vllachko. Përshëndetje, mi mbroma, mirë se u gjeta juve në studio dhe gjithë të praneshmit këto në live stream. Po si je vllachko, si kaluve sa da vlodhe? Mirë, valla, mirë kem kalu shumë, më lodhë ju. Mirë, mirë për momentin, mirë çdo gjë. Nuk ludhe djali i ri, po qfar, me kon i rezallës gash i gurit edhe më ludhe zban heq. Po edhe më lodhë nuk kallzaj se më vjen i nothi. Ku, mas e ki blondinën ngat. Po ta mërmeni që të shtret në kave që jam, jo po më rënë të kry që të edhe, qatë plasën e vesh dijet. Allahu e pa rëzik është. Rëzik. Normal, normal. Ja, ona. Milaim Zeka ka thonë për me ngjuf një drenicak është këtë ka laj. Drenicak të kërkujnë si tutën, grove po. Unë nisa me thonë me koj drenicës edhe më jutut grus nuk ban heq, e ka konkret e kondër ta. Vëlloj, drenicak që nuk i tutët grus dhe i sot në los kum po veç kohë që janë kësitarë dhe në pe tjera në hive banë. Valla boll mirë proja bojnë, valla kur t'i gjojnë që qona në është, le t'i rejnë papuqe. Jo, po na kem respekt për gra, e për anë mikën të në rujnë veç dajohin edhe plumin. Respekt Lashko, respekt pa fund, faleminderit shumë që e gjinë kuhen çdo herë dhe je bashkë me neve, po të përshëndet shumë gjyste u, ka i po thët Lule përshëndet Rahimin edhe thuj a ban një kongë. Disku dhe në ko me lypa, ja. Allah që sante Ban. nuk kemi temë, nuk murra heq temë, me të vërtetë nuk s'po di as qa me marrë, se nuk po ja vlen disa gjana edhe me diskutu, me qenë se pishoqes shumë në radio ju në bon të lësëm me dhe temat politikes, me dhe sharje, me dhe fyrje, kështu që unë po hi në emision Arktus, të arktuhum, të knaqëm dhe të kalojna këtë orë se bashko, qësh është mirë e ma mirë. Po që për shambull temën e mura, a i tutën dhe një cakt grave, a i edhe në kalzojva që i tutën. Ta është letë në kalzojnë edhe atë tjera të rajone, për shambull Dugazhini, Pashtriki, Karadoki, Shola, anë e Petropuja, në të na unë të kretë shqiptarë ka janë, ose i Liride. Edhe që, ta përdojnë temat mirë. Vesh, po më duket vllashko, vesh ti e ke kallzu realitetin se tonë kanë me hi me thonë, na nuk ju tutëm grave, na nuk ju tutëm grave, na nuk ju tutëm grave. Po që ata plesh, që po thu shpesh plesh shkollë nuk kanë pas, po kanë pas dije dhe përvoj. Kanë thonë me gru edhe me rrym nuk ban me lu. E tha diçka kanë ditë. Pikrisht e ka thonë fjallën tonë që e the edhe ti Vilsuni po thete Lule Shabani thuj Rahimit Drenicak nuk i tutën grave, po i vlerësojnë dhe i kanë për hastret. Po ashtu edhe Abedini ka thonë unë nuk i tut në gruz veç respekt kam. Po qëre, tuta është gjëstrim një edhin, edhe ka herë edhe respekt edhe pe i tutë vjen, vëllaj që me botash. Nuk po fuli heq më mirë, se unë si të fuli e shkretajna qka. Po e që pe disha dhe me thonë, po ma mirë më s'fol heq. Ja, ma mirë nuk po fuli, se me baj për lak. Ja ta dhe ma mirë më s'fol heq. Allah që ka mikrofoni për ju, qëfar dëshirash mund të vazhdash të bashkë bisedojmë se ja? Sa i përket tema të grave, na e këna dëshmu kombëtarisht, a dhem Galica dhe më honë e ka pas gru në vete shëtën atë në qetë, dhe vetën, edhe nuk e ka morë që ju ka tutë shëtës, për ka morë me kalzu qash respekt kodrenica për grunë, dhe që e ka morë dhe e ka bon zavenset vetën. Gjeva me Fehmin, Gjev Ladreusi dhe Fehmi Ladreusi. E shumë tjere tash mos ty përmeni dhe më honë, që atone e po ta fjallin, si na Drenica për neve druja është të shka ka një respekt veçantë, një njeri që e respekton normal, që
dikush e merr në ashtasit, dikush e merr stili këtësi, po na morën drenisë si trimni. Po dhe po. A be dini Po kur vlla- mo. Mos po thu kur gjësha. Mos po tham kur gjë. A be dini ka thonë vendas dhejlp nësë kër ju ka djek bishti, kish pas thonë u djek dyja. Normal që ashtu është. Që ashtu. Selami Zilfiu nga Presheva ka thonë tuta han dardhat buta. E kështë pra kemi. Edhe unë Selmoni ka thonë edhe unë si tut nga grus se e ngaj e si a bi punën me u tut. S'ka çfarë jetë tha, pa çfarë grau, tha? ka thonë lindi e kështu me radhë. Jo që kje gjenerata tuna, po thetë se në lausha, mirë e mojmë hala, po këta trit, hajr inshallah. Këta të rrit i kanë rru ato detyrat dhe obligimet, domethënë gratë i kanë marrë detyrat e burrat i kanë marrë detyrat e grave. Që ashtu shkon kjo, do gjithë koha ore qas, koha ndrën. Shumë e vërtet është, po dhosh zoti që mos kena burra të zana, po edhe burra do të respektojnë gratë, se s'ka jetë pa gra. Kemi në panel Vlaçko edhe Vilsonin, pro vendasin dhe dëgjuesin ton Kaminheni. Përshëndetje Vilsan, mirë se na erdhe. Përshëndetje Luli, të ju dëgjues të respektuar në herë të përshëndes edhe mikun Rahimin, e uroj çast të bukura në vazhdim. Përshëndetje Vilson, mirë se erdhe. Përshëndetje, e një mbrëmje të bukur. Faleminderit shumë. Rrah para se t'ja jap fjalën Vilsonit, e kam një koment që ka shkru Ismail Rexha pikrisht ka thonë Luli vetë rrohen a ma shumë komandën e kanë gratë a burrat. Kallëzoj Ismail Rexhës thuj qatu ku gratë në qatë shpi, ku gratë nuk din me udhëheq, thuja e shpi shkon të poshtë. Edhe që të sa nuk di që me thonë. Ato në atë shpi ku janë gratë të lojka, edhe nuk e morën komandën, nuk din me udhëheq, se a njeri që të merë komandën do të me ditë edhe me udhëheq. Ato ku udhëheq gruja, din me udhëheq, a shpi shkon veç për pjetë. Gjithmonë Burri Vlaçko është kanë musafir thonë, shpi. po gjithmonë kanë thonë gruja të fik, gruja të ban shtëpi. Pikrisht, qa ta unë e thash, po thash pak ma gjansert, a din. Vilsan, të falenderoj shumë për kohën, çka do të na thuash Vilsan? Jo, për ndëgjoj pak të Rahimin, mos është duke elaboru temën shumë bukur, është nësi me ndëgju, se kur flet Rahimi është më të vërtet, është edhe tani edhe probleme gjithë edhe fjalë miradia, apo që të replikojsh. Vlaçko? Urna. Vazhda, se po të dëgjon Vilsoni çka ke të thonë. Jo, tash ranin na jalon musafirit, kur vjen musafiri thujmë urna, e qesëm krya gjoke dhe merë fjollën. Është vërtet, po mosafirat herë thotë vazhdoni aty ku alat edhe unë këtu që po thon vazhdoni, po dëgjoj me kënaqësi më të madhe. Se na dy timi dranicë, dy vim nga një rajon kështu mos me batut. Dhe më thonë, i kemë ato zakonet të adetet njëjta, dhe? Valla Bedini ka thonë gratë komandojnë e burrat veç i zbatojnë si jetë gjatë tjetër, ka thonë. Po, unë po të thamë, unë thash lumi aj që e ka një gru të meshme edhe din me uheq, ajo është fat, ko një burë që ka fat, dhe më unë e ka një gru të meshme edhe uheq. Qashtu diçka është, qashtu në s'po gudzaj me full, valla kur gjon. Unë ju mejtë si kur na piu kanë lesa, sa në heja s'knej. Shtëpia pa dorek nuk mund të mbijeton, apo nuk mund më nejtë, së shëzohet. Ashtu është edhe shtëpia pa gru. Një gru e mirë është doreku i shtëpisë. Unë, po, Ta Vilsan, ngrit nerën, ta ngrit familjen, ta ngrit në shoqëri.
të banë krenar e një vetën të lumtur më shku në shtëpi kur është një grua mirë. Po pjesërisht nona tona dhe bashortët tona varet nga burri, se nëse është burri i keq, e prish vallai më kon çfarë do gruaja më kon ajo ka me shkatru. E burri i mirë, kur ta ka dhe gruan e mirë, ajo shtëpi veç është një përparim më sipër. Unë Kështu mendoj. për shumë pajtuna plotësisht, unë për përvojës teme të jetës, muj me thonë që me të vërtet gratë janë heroina. Gratë ja dalin edhe pa burra, të rrisin fëmijë edhe të marrin shtëpi, edhe ndoshta mungon prezenca e një mashkull në familje, po me të vërtet ka shumë femna të forta që ja rritin edhe e dalin. Ti edukojnë fëmijë, ti rrisin, ti shkollojnë, të marrin shtëpi e kështu. A me të vërtet për mashkuj është pak ma e rëndë, sidomos me rrit fëmijë të vetën është për mendimin tim është shumë e rëndë. Edhe të jetoj një mashkull i vetëm. Fjala për ju, a pajtuni apo jo? Unë dhon shumë drejt, ki plotësisht drejt, është në vërtet është e rëndë edhe po kur njeri e ka dignitetin edhe moralin e fortë, edhe vjen nga një familje që më të vërtet don t'ja uzdrit fytyrën asaj familje, është në gjendje ta sakrifikon edhe veten, po t'jetë kurban i fëmijëve apo kurban i familjes. Është më të vërtet lumi ai që ka si vajzash që i ka lindë dhe i rritë dhe i ka eduku dhe kanë përballu këtë sfidë, se nuk është e lehtë, sfidë bukur e rëndë është. Po unë dashta të lidhem pak me mediumin, më të vërtet jemi nderuar dhe i privilegjuar që jam pjesë e këtij mediumit, që në këtë medium apo në Radio Zëri Lirë janë pjesërisht 99% njerëz familjar, njerëz të edukuar, me një moral, me një karakter edukativ, nuk një fjalëqia, nuk ka përplasje, nuk ka fyrje, nuk ka banalitet. Kemi këto njerëz kalibra të ndryshme nga sferat intelektuale, nga sferat e jetës, më të vërtet që duhet edhe shumë mediume tjera që ja u kanë zili, po vetëm vazhdoni edhe unë jam më të vërtet i nderuar, kur bashkëbisedoj me ju, me Rahimin, me Cellaushën, shumë burra, po sonte do ishte ndershme ndoshta të hyqin edhe disa motra tona apo gratë të cilat ja vrenin dëgjues, gjithat janë dinë dhe shka flasin, se nuk është vetëm ne marrë që të flasim këtu, pak do ishte përzit edhe gjënia femërore, po kom pas nderin me ndëgju edhe bacëncen tamin, që është pak më i vjetër se une, është me në vërtet një burri i nderuar dhe respektuar. Kjo është mediumi lule që njerëzit bojnë meq edhe janë meq, në këtë medium ki meq. 99% janë njerëz familjar, njerëz për lakmi. Të falenderoj nga zemra për këtë fjalë, respekt pa fund, me të vërtet nuk kam koment. Rrah nëse ki me shtu diçka vërtet. Do ta shtoj se po në këtë medium kam edhe kujshin tema Bedinin që vjen nga mas flas shumë mos të bën edhe tepër, vjen nga dy prind, nëse nonën e ka gjallë, babai i ndjeri është nafshim. Në të vërtet është kënaqësi kur je në mesin e këtyre njerëzve, kur je rrethakuar me njerëz me meq, edhe gjithë secilin më të ngrohtë nga shpirti dhe zemra se njëri dhe tjetri. Kështu që kisha pas dëshirën sonte të kyçet edhe Abedini, mos i ku ka tema lirë, unë do i liroj, do i ndëgjoj me kënaqësi. Rahim, faleminderit që më dha mundësinë pa të dërmë më ndëgju, është nder dhe kënaqësi që jam mik i familjes juaj. Pa që shëndetin, jure një mbrëmje të bukur, po ndoshta edhe Gazmend Bajrami nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se shumë me që më duken na përcjell të kyçen dhe ta jallon mendimin e tyre. Mos hezitojnë. Lulët faleminderit dhe i hap hapësinë, natën e mirë, gjithat mirë, të shnetet mirë paqe. Me ndesh qoftë Vilson, përshëndes. Faleminderit shumë, e të fola familje se dëgjohëm, respekt. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë.
Pra, të ndëruar dëgjuese, kishëm edhe dëgjuesin tonë nga Menheni, Wilson Prejna, ku me të vërtet është kënaqësi të kemi këta njerëz pranë mediumit tonë që qysh e ceki edhe Wilsoni në mediumin tonë asnjëherë nuk ka përçarje, por vetëm ti afrojmë sa më afër shqiptarët, pa marrë parasysh fesë, pa marrë parasysh politikës, bindjeve politike, por të gjithë të jemi të bashkuar, të barabartë tek Radio Zërit Lirë. Ku edhe njëherë ju përshëndes në emrin tim, familjes time dhe stafit Radio Zërit Lirë, duke ju thonë Zoti i ruaj shqiptarët anë mban ku janë, ku jetojnë dhe punojnë, Zoti i bekoft me familjet e tyre. Vllachko, mikrofoni për ju, vazhdo. Jo, s'ka të shtoj diçka ma shumë veç e prishi. Atëherë, një kajk, jepja. Po, në gjyste, uka e di që pa kun dëshiron me ndëgjue, pa kun vjen zërë me knuse nga ne e, kur jam pe ndjen jau kështu jo qaq mirë, këto kom që janë dhëmshme nuk kam që e fish me gnu. Po thamë drejtë, të më gjë fort mirë që unë jam një person kogja emocional dhe ndishëm kështu pe emocione, po me gjithat duke pas respekt shumë veçantë edhe pse nuk e njoh personalisht, po si që tha Wilsoni këtu na jena bu si një familje për gjystën do ta këndaj. Tu me provu, besoj që e dalë, me emrin e Zotit. Atëherë, edhe nëse nuk mund atë kongë, një kongë tjetër, pse ja të gjitha janë të mirë se ardhra, por nëse po, atëherë mikrofoni për ju, vllachko, mund të vazhdash. Faleminderit shumë. Mu diftu në gurbet, ku je birë nana po më thret, malit s'po me lenë me dek, haru fyren ta kam ket. Malit s'po me lenë me dek, haru fyren ta kam ket. 100 vjetë mu duk sa boj, thash ti shkoj nanës për gjolli, u afrova afer shpis, thash ti shkoj nanës unë pris, u afrova afer shpis, thash ti shkoj nanës unë pris. Hapa derën e avelis, muret qanin o prej merdis, kur maranës mu ka duke vetje, tu i dhanë shpirtin anë me gjeta. Kur maranës mu ka duke vetje, tu i dhanë shpirtin anë me gjeta. Qovoj nane fali me djall, sytë prej mali to qeli po i mal. Qovoj nane fal po që zotin, halan syje pas ke lotin. Qovoj nane fali po që zotin, halan syje pas ke lotin.
Mal do të kemi për sa të kemi vetëm gjallë nanit kisha gjet, o babe nanë kush i ka gjallë, amanet ma shpesh me ardh. O babe nanë kur qi ka gjallë, amanet ma shpesh me ardh. Jemi nganë mas pasunis, kem haru pragun e shpis, kem haru kush na ka rrit, nane babi kem si syt, kem haru kush na ka rrit, nane babi kem si syt, kem haru kush na ka rrit, nane babi kem si syt. Faleminderit. Faleminderit vllachka, respekt pa fund. Kënaq gjithmonë. Me gjithë juve, notën e mirë, gjithë mirë. Natën e mirë, gjithë mirat, respekt pa fund e të faula të ju banë rabbe. Faleminderit që Hajde, ciao, tom. E pra, e kishëm pra edhe vllahun tim Rahim Gaushin nga Austria, ku e falenderoj. Një falenderim i veçantë edhe njëherë shkon edhe për dëgjuesin tonë Vilsan Prejna, po ashtu ju përshëndes gjithë ju që jeni këtu në live stream. Unë kam edhe një telefonat e humbur, unë do ta marr telefonatën, por ju pres edhe ju tjerë të telefonani në +383 481 50970.